Përshëndetje. Çështja që do të trajtoj sot ka të bëjë me urimet. Urimet i duam, i dëshirojmë të gjithë. Janë ato të cilat na japin krah, na shtojnë besimin për të arritur diçka, për të bërë gjëra të mira. Kam vënë re dy gjëra në lidhje me urimet. Së pari, lexoj fjali të tilla: urime ditëlindja, gëzuar festaja abetares, ose urime fejesa apo martesa. Këto fjali nga ana sintaksore nuk janë të ndërtuara sakt. Duket sikur ata që urojnë i drejtojnë vetë ditëlindjes, vetë gëzimit, vetë festës, ndërkohë që janë njerëzit ata të cilët presin urimin. Prandaj forma e saktë e këtyre fjalive do të ishte urime për ditëlindjen ose gëzuar festën e abetares. Pra fjalët ditëlindjen dhe festën duhen në rastën kallëzore, sepse në këtë rast kryen funksionin e kundërinorit të drejtë. Së dyti, çfarë kam vënë re? Ka fjali të tilla të tipit ta gëzoni shtëpinë ose të kaloni bukur pushimet. Këto fjali janë të ndërtuara saktë nga ana sintaksore, pra nuk ka ndonjë problem. Por përdoren për urim, por folja në këto raste përdoret në mënyrën lidhore. Forma më e drejtë, më e saktë për një urim do të ishte përdorimi i foljes në këto fjali në mënyrën dëshirore. Një mënyrë aq e bukur e gjuhës shqipe, një pasuri për gjuhën shqipe. Prandaj forma e saktë e atyre fjalive do të ishte fjalia e parë ta gëzoni shtëpinë, e gëzofshi shtëpinë dhe të kaloni bukur pushimet, kalofshi bukur pushimet. Dhe meqense jemi te urimet, unë kam përzgjedhur disa folje të cilat ne i përdorim shpesh për urime. I kam zgjedhuar vetëm në vetën e dytë të numrit njerëz dhe të numrit shumës, jo se nuk përdoren në mënyrën dëshirore në të gjitha vetat, mënyra dëshirore i ka të gjitha vetat, por zakonisht ne kur bëjmë urime i drejtohemi dikujt direkt, një personi ose disa personave, ose edhe një personi të vetëm, por me mirësjellje i drejtohemi në numrin shumës. E fillojmë me foljen e parë. Është folja kam. Në mënyrën dëshirore, pra përdoret veta e dytë njëjës ti paç, dhe në vetën e dytë shumës ju paçi. Dhe një urim i bukur do të ishte paçi plot gëzime në jetë. Folja tjetër është folja jam. Qofsh, pra ti qofsh dhe ju qofshi. Dhe një urim i bukur do të ishte qofshi të nderuar. Kaloj me foljen tjetër. Jetoj. Jetofsh, ti jetofsh, ose ju jetofshi. Një urim, jetofshi si në ëndra. Ndoshta ju pëlqen ky urim. Folja tjetër, gëzoj. Gëzofsh ti dhe gëzofshi ju. Atëherë, një urim që do të doja të përdorja është përdorin pak të moshuarit, kam përshtypjen, po jo, e përdorin të gjithë, besoj. Gëzofshi në një përembesa. Folja tjetër është folja kaloj. Kalofsh dhe kalofshi. Kalofshit ditë të gëzuara ose ditë të lumtura. Roj. Rofsh ti ose rofshi. Pra ju rofshi. Atëherë një urim, rofshi me nder. Folja vi. Ardhsh dhe ardhshi. Kujdes këtu, se zakonisht ngatrohet, disa mund ta përdorin me ç, pra në fund ka sh, jo ç. Dhe një urim do të ishte ardhshi shëndoshe mirë. Festoj. Festofsh ti ose festofshi. Festofshi për herë të lumtur ose festofshi për herë me zemër të bardhë. Folja realizoj. Pra në mënyrën dëshirore jemi gjithmonë. Realizofsh ti ose realizofshi. Realizofshi ëndrat tuaja, dëshirat tuaja. Folja dal. Dalsh, edhe këtu kujdes e ngatrohet, e bën disa me ç, është me sh. Dalsh ose dalshi. Dalshi faqe bardh. Një urim tjetër.
Folja tjetër bëj. Bëfsh ose bëfshi. Bëfshi punë të mira. Këtu do të doja të dalloja, folja bëj është në formën veprore këtu dhe ka marrë dhe formën jo veprore, pra bëhem. U bëfsh, kujdes, me përpara unë, dhe u bëfshi. Atëherë, një urim për këtë rast do të ishte u bëfshi sa malet. Folja rrit. Rritsh ose rritshi. Një urim që do të të përdorja është rritshi fëmijë të mbar. Edhe këtu, në këtë rast, është forma veprore e foljes, pra vepron mbi dikë tjetër, bie pasojë mbi dikë tjetër, ndërsa forma jo veprore rritem, sepse këto janë folje të cilat përdoren në dy forma. Folja rritem, u rritsh ose u rritshi. Më pëlqen shumë këtu të bëj një urim që e përdorin shpesh zakonisht moshat pak më të vjetra, u rritsh me nën e me bab. E përdorin dhe pak në dialekt. Edhe me që jemi të urimet, do të doja ta mbyllja me një urim që e kam fort për zemër. Ju prift e mbara. Të bëj dhe një sqarim të vogël, në këtë rast është folja pri, pra i pri diçka e udhëhej dikë, jam në krye të diçkaje, dhe në rastin e mënyrës dëshirore, është në vetën e tretë numri 1-jës, pra ju prift ajo gjë, pra nuk është veta e dytë 1-jës ose shumës. Edhe njëherë, ju prift e mbara në punët tuaja.